TV News sjell ekskluzivisht intervistën me kampionin botëror të kategorisë junior në kickboks. Sportistët e suksesshëm tani një dekadë tepër janë bërë simbol i diasporës tonë në vendet perëndimore. Një yll i talentuar shqiptar që po paraqitet në qiellin sportive evropiane botëror padyshim është kickboksieri Lavdrim Rexhepi, i riu me prejardhje nga Kumanova që jeton në qytetin Velst të Austrisë, ku edhe po e zhvillon karrierën e suksesshme sportive. Sukseset e Lavdrimit tashmë kanë marrë dheun sepse ai veçmë është bë kampion botëror në kategorinë ku garon. Ndeshja finale u zhvillua në qytetin Linz të Austrisë kundër një kundërshtar i tetë të fuqishëm. Kjo ishte ndeshja e tij e parë e zhvilluar në 5 raunde, sepse Lavdrimi zakonisht i ka korrur suksese deri në raundin e tretë. Mirë po fitoria në këtë finale historike për talentin kumanovar asnjë moment nuk erdhi në pikpyetje. Pas kurorëzimit me titullin e kampionit botëror, emocionet e Lavdrimit ishin shumë të mëdha, ashtu siç ishte edhe krenaria për titullin e fituar.